Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavatet ja dërgon të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, të motra të nderuara, jemi duke jetuar ditët më të mira, ditët më të bukura, e këto janë ditët e Ramazanit. Në këtë ditë, Allah subhanahu wa taala nuk e refuzon duan e robit të tij, e posaçërisht duan e agjëruesit. Transmetohet nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë thalathatu da'watin la turad. Tre vetëve nuk ju refuzohet duaja. Da'watul walidi li waladihi. Duaja e prindit për evladin e tij. Da'watul saimi hatta yuftir. Duaja e agjëruesit deri sot ban iftar. O da'watul musafir. Dhe duaja e udhëtarit. Pra, duaja e agjëruesit nuk refuzohet. Duaja e agjëruesit pranohet. Sot je agjërueshëm deri sot ban iftar. Dietar kanë folë dhe kanë thonë që 5 minuta para iftarit janë më të mira që ta lësh Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allah i dashur, ai vot e nderuar, lutë Allah subhanahu wa taala para iftarit, çaj i durt, lutë Zotin xhel xhelaluhu për çdo brejt, për çdo hall që e ki, sepse Allah subhanahu wa taala e pranon duan tonë në muajin e Ramazanit. E lutem Allahun xhel xhelaluhu që Allah të na mundson ta shfrytëzojmë Ramazanin, e të na pranon Allahu xhel xhelaluhu në jetën tonë.